Messi pushton përjetësinë, 4 rekorde të reja dhe një tjetër natë historike në Kupën e Botës. Lionel Messi nuk po luan më thjesht në Kupën e Botës. Ai po e rishkruan atë me dorën e vet. Në fituarën 2-0 të Argjentinës ndaj Austrisë, kapiteni kampionëve në fuqi shënoi të 2 gola dhe një penallti e humbur nuk mjaftoi për t'ia zbehur natën historike. Sepse në fund gjithçka sërish u kthye te ai njeriu që prej vitesh e mbon futbollin pezull mes magjisë dhe madhështisë. Me 18 gola, Messi tashmë është golashënuesi më i mirë në historinë e Kupës së Botës, një rekord që e vendos edhe më lart në fronin e pavdekësisë. Por kjo nuk është e gjitha. Ai ka arritur edhe 28 paraqitje, duke u bërë lojtari me më shumë paraqitje në kampionate botërore. 18 fitore, më shumë se çdo lojtar tjetër në histori, dhe plot 2489 minuta në fush, më shumë se kushdo tjetër në historinë e turneut. 4 rekorde të reja të vendosura nga libri i rekordeve Guinness, 4 dëshmi se kjo Kupë Bote po shndrohet në një tjetër kapitull të artë të legjendës së tij. Dhe ndërsa vitet kalojnë, Messi vazhdon t'i bëj botës të njëjtën pyetje. Deri ku mund të shkojë një njeri që tashmë duket se ka pushtuar gjithçka? Mendimin tuaj na tregoni në hapësirën për komente.